Si të flejmë gjumë natën? Si ta bëjmë gjumin më rehat? Pse ka njerëz që kur flejnë gjumë në një pozicion si kur ndjen një shtypje, plus edhe ëndrat edhe këto gjërat nuk janë shumë të mira. Atëre, çfarë thot dituria vedike që është dhe praktike për gjithë njerëzit, si duhet të flejmë natën? Në çfarë pozicioni duhet të flejmë natën në mënyrë që të bëjmë një gjumë të rehatshëm? Atëre, kjo gjë njerëz duhet dituri. Së pari, në radhë të parë, duhet të kuptojmë që trupi i njeriut, kryesisht kemi kokën, kemi dhe këmbët. Koka konsiderohet sipër, është veriu, këmbët konsiderohen si jugu. Në çfarë pozicioni duhet të flejmë gjumë në krevatin tim? Atëre duhet tani dhe dituria mbi diellin. Ku është lindja e diellit në shtëpinë tënde? Je në shtëpinë tënde? Shiko, për shembull, dielli im tani këtu është dielli. Është dielli dhe është lindja. Sa për lindi dielli është mëngjes. Do të thotë që perëndimi është në anën tjetër, do të thotë që veriu është këtu dhe jugu është këtu. Merrni një kompas të thjeshtë, çdo app në telefonin tuaj e tregon ku është veriu, ku është jugu, ku është lindja. Nuk është problem fare. Çdo edhe kalamajt e juaj mund ta gjejnë kollaj. Pra, në pozicionin ku është dielli në lindje, do të thotë, pra veriu është këtu, do të thotë që unë këmbët e mia duhet i kthej nga veriu, pra jugu im që janë këmbët e mia duhet të shkojnë tek veriu. Nëse koka ime që është veriu flen në drejtimin e veriut, unë do të kem një shtypje, pra një shtypje të energjisë elektromagnetike, nuk është mirë. Është si dy magnet që kanë të njëjtën anë, veri ose jug do të shtyhen me njëri tjetrin. Ndërsa kur ti kokën tënde e ke në drejtim të jugut, atëherë do të flesh si qingj.